Drejtuesit kinez po konsiderojnë Elon Musk si blerësin e mundshëm të TikTokut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zyrtarët kinez janë në bisedime paraprake rreth një opsioni të mundshëm për t'i shitur operacionet e TikTokut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës miliarderit Elon Musk, nëse aplikacioni videove të shkurtra nuk është në gjendje të shmang një ndalim të afërt, raportoi të hënën Bloomberg News. Zyrtarët e Pekinit preferojnë që TikTok të mbetet nën kontrollin e ByteDance, thuhet në raport duke cituar burime me dieni rreth kësaj ngjarje. Operacionet e TikTok në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të rriten ose përmes një procesi konkurrues, ose një marrëveshje nga qeveria duke sugjeruar që ardhmja e aplikacionit nuk është më vetëm në kontrollin e ByteDance. Qeveria e Kinës ka një pjesë të artë të ByteDance, për të cilën disa anëtar të Kongresit kanë thënë se i jep qeverisë pushtet mbi TikTok. Sipas një skenari, platforma e mediave sociale e Musk X do të merrte kontrollin e TikTok në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të drejtonte biznesin. Zyrtarët nuk kanë arritur ende një konsensus se si do të procedohet me këtë situatë. Nuk mund të pritet që të komentojmë për trillimet e pastra, tha një zëdhënës i TikTok duke u përgjigjur raportit. Meqense pa qarta se sa ByteDance është në dieni për diskutimet apo për përfshirjen e Musk dhe TikTok dhe nuk ka asnjë informacion nëse ByteDance, TikTok dhe Musk janë angazhuar në ndonjë bisedë në lidhje me një marrëveshje të mundshme. TikTok ka thënë më parë se qeveria kineze nuk ka asnjë ndikim në operacionet globale të ByteDance jashtë Kinës duke përfshirë TikTok. Javën e kaluar gjykata supreme duke prirur të mbështeste një ligj që do të detyronte një shitje ose ndalimin e TikTok në Shtetet e Bashkuara deri në 19 janar për shkak të shqetësimeve të sigurisë kombëtare në lidhje me Kinën. Menjëherë pas publikimit të këtyre raportimeve, TikTok ka reaguar me një deklaratë duke cilësuar ato si një trillim. Nuk mund të pritet që të komentojmë për trillime të tilla, tha një zëdhënës i TikTok për BBC-n. TikTok ka thënë për BBC News, TikTok ka thënë vazhdimisht se nuk do të çesë aksionet e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.